i cili vjen të hoxha i vet, të mësuesi i vet dhe i tregon rastin e vdekjes prindit. Thot, më ka vdek prindi, më ka vdek baba, ama më ka vdek në një mënyrë që vështirë kam edhe me tregu. Thot, çka ka ndodhur? Thot, prindi im ka him banjë, ka him WC, e ka mbyll derën. Kemi dëgju zanin e tij disa herë, kemi prit mos po del, kemi prit një kohë derisa është ndërprej edhe zani i tij. Dhe kemi thy derën, kemi him renda. Kur e kemi pa në një gjendje shumë trant. Në çfarë gjendje? Thot, e kemi pa babën me kokën e tij në vendin ku kryhet nevoja. Dhe jemi mundu me zgju. Mirë, po aja ty e ka pas fundin. Subhanallah, a vdes njeriu në gjendje? A ka mundsi? Thot, cili është problemi? Thot, shko edhe bani pyetje nanës tande, çka ka bo baba i? Se Allah nuk ja merr shpirtin këtë gjendje pa ndonjë arsye, pa ndonjë urtësi. Bani pyetje, çka ka bo prindi? Shkon dhe i ban pyetje dhe kthehet, thot, prindi im nuk e ka fal namazin. Mirë, po hoxha e kupton, thot, nuk është kjo vetëm arsye pse ka ndodhur vdekja e tij në këtë mënyrë. Shko dhe një herë bani pyetje, mos ka bë edhe diçka tjetër. A ka këtu diçka? Se ka njerë që nuk e falin namazin shumë dhe ka mundësi se cilit me ndodh ndonjë vdekje e cila nuk paramendohet, po bani pyetje se këtu ka edhe diçka tjetër. Dhe pastaj kthehet dhe ja bën përgjigje. Thot, prindi im, baba im është marrë me kamat. Thot, kjo është arsyeja pse ashtu si e ka hangër hakun e njerëzve dhe e ka pi gjakun e njerëzve pa drejt, ashtu Allahu ja mundson fundin. Subhanallah, a vdes njeriu në këtë gjendje? Vdes, a mjafton vetëm me kaq? Sikur të kishte mjaftu me kaq. Gjunat tona sikur të kishin përfundu me vdekjen tonë. Shumica e njerëzve do të ishin të lumtur. Sikur kishte përfundu çdo gjë me vdekjen. Megjithatë, gjunahet e përcjellin njeriu edhe më tutje.